Kievi dhe disa rajone ukrainase po përballen me mungesë të mëdha të energjisë, teksa ekipet po bëjnë përpjekje për të riparuar infrastrukturën e dëmtuar nga sulmet ajrore ruse. Reduktimet e energjisë do të ketë në shumicën e rajoneve, prej 8 deri në 16 dhjetor, ka bërë të ditur kompania ukrainase për energji Ukrenergo, duke thënë se kjo situatë do të zgjasë për disa ditë. Reduktimet janë pasojë e sulmeve masive ruse me dron dhe raketa në infrastrukturën e energjisë, ka thënë kompania. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është shprehur para popullit se ekipet për riparim janë duke punuar pa pushim në të gjitha rajonet. Ministria ruse e mbrojtjes në anën tjetër ka thënë se ka nisur sulm masiv me precizion të lartë me qëllim të shënjestrimit të qendrave për prodhim të armëve dhe objektet e energjisë në Ukrainë. Kjo situatë ka rezultuar me ndaljen e punës së disa metrove nëpër Ukrainë.